Shtetet e Bashkuara kanë kryer një sulm ndaj disa objekteve në Venezuelë, përfshirë baza ushtarake në vend, gjatë natës së shtunës më 3 janar. Në qendër të tensioneve të forta me Caracasin ishte edhe lufta kundër trafikut të drogës. Ishte Agjencia Qendrore e Inteligjencës, CIA, që sulmoi me dron një strukturë portuale në bregdetin e Venezuelës në fillim të dhjetorit. Sulmi i parë i njohur i SBA-s kundër një objektivi brenda kufive të vendit latin-amerikan. Donald Trump deklaroi të hënën se forcat amerikane kishin goditur dhe shkatëruar një mol që përdorej nga trafikantët e dyshuar të drogës, duke konfirmuar atë që kishin paralajmëruar në një intervistë më 26 dhjetor. Është një strukturë e madhe nga ku nisen anijet, zona e molit ku ngarkohen drograt. Aty është vendi i dislokimit dhe tani nuk ka më asgjë. CNN ka zbuluar se CIA ka kryer këtë operacion në fillim të vitit 2025. Trump autorizoi CIA të kryente operacione në Amerikën Latine, por deri atëherë Shtetet e Bashkuara ishin kufizuar zyrtarisht në sulme në det kundër trafikantëve të dyshuar të drogës, duke shkatëruar që nga shtatori mbi 30 anije në Karaibe dhe në Oqeanin Paqësor Lindor dhe duke vrarë në sulme rreth 80 persona. Sulmi me dron në territorin venezuelian thuhet se shkatëroi një mol dhe disa anije të ankoruara, pa shkaktuar viktima. Sipas një burimi anonim të cituar nga CNN, po e fjalë kryesisht për një sulm simbolik, sepse është një nga strukturat portuale që përdoren nga trafikantët që nisen nga Venezuela. Sipas qeverisë amerikane, këto mole përdoren nga bandat venezueliane Tren de Aragua për të magazinuar drogë dhe për ta transferuar në anije për dërgesën e mëtejshme në Shtetet e Bashkuara ose Evropë. Historia e ndërhyrjeve të SBA-s në Amerikën Latine, CIA dhe përgjithsisht shërbimet e inteligjencës amerikane kanë një histori të gjatë ndërhyrjesh, më shumë ose më pak të fshehta në Amerikën Latine. Gjatë 2 shekujve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë kryer her pas here operacione ushtarake në këtë nën kontinent, që për një kohë të gjatë e konsideronin oborrin e shtëpisë së tyre. Që nga fundi i shekullit të 19, kur Washingtoni nisi luftrat e bananeve, një seri ndërhyrjesh ushtarake në Amerikën Qendrore për të mbrojtur interesat e kompanive amerikane që vepronin në rajon. Pika e nisjes ishte doktrina Monroe, nga emri i presidentit të atëhershëm James Monroe, i cili në 1823 deklaroi për herë të parë se Amerika është për amerikanët, duke paralajmëruar fuqitë europiane të shmangnin ndërhyrje në zonën e tij të ndikimit. Në 1904, me korollarin Roosevelt, nga emri i presidentit Theodore, Shtëpia e Bardhë kërkoi të drejtën për ndërhyrje në çështjet e brendshme të vendeve latinoamerikane. Teddy Roosevelt ishte figura kryesore në luftën spanjolle-amerikane në Kubë. Ai u udhëhoqi vullnetarët Rough Riders në Santiago, duke arritur një fitore vendimtare në San Juan Hill, që solli pushtimin e ishullit nga amerikanët, rënje e perandorisë koloniale spanjolle dhe ngritjen e SBA-s si fuqi botërore. Ndërhyrja pushonte në presidencën e Franklin D. Roosevelt, i cili në 1934 futi politikën e mirëpritjes së fshinjësisë, duke u angazhuar të mos pushtonte apo ndërhynte në punët e brendshme të vendeve latinoamerikane. Por ky armpushim u shkel gjatë luftës së ftohtë, kur për të parandaluar zgjerimin e ndikimit sovjetik, Washingtoni financoi shumë operacione, kryesisht të koordinuara nga CIA, e themeluar në vitin 1947 për të rrëzuar liderët e majt të zgjedhur në rajon. Nën presidencën e Dwight Eisenhower në 1954, CIA mbështeti grushtin e shtetit kundër presidentit të zgjedhur të Guatemalës, Jacobo Arbenz Guzman, dhe 5 vjet më pas hartoi një plan për të trajnuar emigrantët që të pushtonin Kubën për të rrëzuar Fidel Castron, i cili sapo kishte fituar luftën civile kundër diktatorit Fulgencio Batista. Sfidat ndaj lider Maximo vazhdoi nën presidencën e demokratit John F. Kennedy, i cili më 1961 urdhëroi pushtimin e dështuar të gjirit të derrave në Kubë. Në vitet 60, CIA financoi grupet antikomuniste që në Brazil, në 1964, çua në grusht shteti kundër presidentit João Goulart dhe në vendosjen e një diktature ushtarake pro-amerikane që zgjati deri në vitin 1985, dhe në Ekuador, në grushtin e shtetit të 1963-shit, kundër filof sovjetikut Carlos Hual Arusmena dhe ndalimin e Partisë Komuniste. Operacionet të ngjashme u zhvilluan në Bolivi, në 2 raste të ndryshme, grushti i shtetit në vitin 1964, nga generali René Barrientos Ortuno, kundër presidentit të zgjedhur Victor Paz Estenssoro, dhe më pas në 1971 me mbështetjen e oficerit Hugo Banzar, që rrëzoi presidentin Juan José Torres, i akuzuar për nacionalizmin e disa kompanive amerikane. Në vitet 70, më të famshëm në operacion Condor, CIA njollosi pa vdekshëm reputacionin e saj, duke mbështetur regjime brutale dhe vrasës.
Në Kil, ajo financoi forcat puçiste që rrëzuan në 1973 presidentin e majtë Salvador Allende, i cili dënonte të nacionalizonte kompanitë e bakrit në vend, shumica në pronësi amerikane. Generali Augusto Pinochet qëndroi në pushtet për 17 vite. Në 1975, nën presidencën e Gerald Ford, CIA mbështeti hapur diktaturat ushtarake të djathta në 6 vendet latinoamerikane: Kil, Argjentinë, Bolivi, Brazil, Uruguay dhe Paraguay, përmes një rrjeti transnacional të quajtur Operacioni Kondor. Qëllimi ishte shtypja përmes zhdukjes, torturës dhe vdekjes e disidentëve politik, përfaqësuesve të majtës dhe simpatizant komunist. Diktaturat përdornin një bazë të dhënash të përbashkët për të monitoruar lëvizjet e tyre në një gjueti mizore njerëzish. Mes viktimave ishin edhe shumë të mitur dhe gra shtatzëna, të cilave ju uhoqen fëmijët e porsalindur, veçanërisht në Argjentinë. Ndërhyrjet e SBA-s dhe CIA-s në punët e brendshme në jug të kufive të saj vazhduan gjatë viteve 80 dhe një pjesë të mirë gjatë viteve 90, veçanërisht në Amerikën Qendrore. Për shembull, gjatë luftës civile në Salvador, në dhjetor 1981, batalioni i ushtrisë salvadoreze, i trajnuar dhe pajisur nga SBA-ja, kreu një masakër të vërtetë në fshatin El Mozote, duke vrarë rreth 1000 civil, përfshirë gra dhe fëmijë. Në 1983, SBA vendosi përpushtimin ushtarak të ishullit të vogël Karaibe Grenada, me operacionin Urgent Fury, që rrëzoi kryeministrin marksist-leninist Maurice Bishop. 6 vjet më vonë, nën presidencën e republikanit George H.W. Bush, u zhvillua operacioni Just Cause, pushtimi i Panamas dhe kapja e diktatorit Manuel Noriega. Ish aleat i SBA-s, tani i akuzuar për trafikun e drogës. Rasti i Venezuelës, Maduro si Noriega, Venezuela nuk është Panama dhe një pushtim toksor nuk duket një opsion praktik dhe për forcat amerikane. 30 vjet më parë duheshin 30.000 ushtarë, por në vendin e madh Ameriko Latin nuk do të mjaftonin 10 herë më shumë. Strategjia e Trump, sipas analistëve, synon më shumë presion për të detyruar Nicolas Maduron në dorëzim vullnetar dhe një largim të mbrojtur drejt një vendi mik si Rusia, Kina, Kuba ose ndonjë shtet afrikan për të shmangur përfundimin në pranga si Noriega. Por tani lideri venezuelian reziston ndaj rrethimit. Maduro nuk dorëzohet, madje përshpejton procesin drejt kolektivizimit dhe fazës armatosur të revolucionit, duke u inspiruar nga koncepti maoist i luftës popullore të zgjatur në rast sulmi ndaj vendit. Caudillo Chavist ka urdhëruar shpërndarjen e armëve dhe përgatitjen e mbrojtjes kombëtare dhe në fabrikat dhe vendet e punës, duke nxitur një val mobilizimi popullor në të gjithë territorin kombëtar për të krijuar sa më shpejt komitetet integrale të bazës bolivariane, organe me funksion politik, paramilitar dhe mbikëqyrës sociale që kanë për qëllim organizimin e një rrjeti të gjerë spionazhi midis qytetarëve. Loja e shahut mes Washingtonit dhe Caracasit mund të jetë ende shumë e gjatë, me jetët e miliona qytetarëve venezuelianë dhe mira personave të burgosur pa gjyq në burgjet e vendit latinoamerikan në rrezik.